Ramazani është dhurata më e madhe që Allah xhaleshanu i ka dhënë besimtarit. Ai vjen një herë në vit, jo vetëm si një muaj i agjerimit, por si një shkollë shpirtërore, ku edukohem, pastrohem dhe ngritem në besim dhe në moral. Ramazani është muaj që nuk ndalohet vetëm ushqimi dhe pirja, mirë po aty agjerohet syri nga ndalesa për të shikuar haram, agjeron gjuha për të mos gënyer dhe folur fjalë të liga, agjeron zemra nga smira dhe këtu pikërisht fillon edukimi shpirtëror. Ramazani, ndër të tjera, na mëson se si të durojmë. Ne në Ramazan mësojmë të presim, të përmbahemi dhe të kontrollojmë dëshirat tona. Dhe ky kontrollim nuk duhet të mbetet vetëm brenda muajit të shenjtë të Ramazanit, por të na shoqëroj edhe gjatë gjithë jetës tonë të përditshme, si në familje, si në shoqëri, si në punë. Ramazani na edukon që të kemi sinqeritet. Agjerimi është një ibadet i cili është i fshehur. Andaj ne agjerojmë dhe mund të mos na shef askush, mirë po ne prap vazhdojmë agjerimin, sepse e dim që Zoti na shef. Andaj, ky niyet të cilin e kemi për hir të Zotit e forcon edhe lidhjen tonë shpirtërore. Pastaj, në Ramazan një vend të veçantë e zën edhe Kur'ani. Kur'ani nuk është një libër që vetëm e lexojmë, por është një udhëzues për ne. Leximi dhe meditimi i Kur'anit në muajin e shenjtë të Ramazanit na ushqen shpirtin, na mbush zemrën dhe na forcon shumë më shumë. Dhe kjo lidhje e fortë me Kur'anin na bën edhe më të pastër dhe më të afërt me krijuesin tonë. Ramazani na mëson edhe mëshirën dhe solidaritetin. Ku ndjejmë uri dhe etje, e kuptojmë më mirë gjendjen e atyre që jetojnë çdo ditë në nevojë. Sadakaja, zekati dhe ndihma të cilën e bëjmë ndaj njëri tjetrit nuk janë thjesht vetëm vepra bamirësie, por janë mësime të fuqishme shpirtërore që na mësojmë të mos jemi egoist. Ky muaj është përveç tjerash muaj i shpresës. Të gjithë shpresojmë për diçka të mirë, qoftë për ndonjë arritje personale, qoftë për diçka që e kemi pritur gjatë, një ëndër të cilën nuk e kemi realizuar ende. Është muaj ku ne i shtojmë lutjet. Në këtë muaj mendojmë që do të kemi realizimin e ëndrave tona. Lutja që duhet t'ja drejtojmë Zotit rritet në këtë muaj. Shpresojmë që të bëhemi njerëz më të mirë para Zotit, fëmijë më të mirë para prindërve tanë, prindër dhe gjyshër më të mirë për fëmijët dhe nipat tanë, shok më të mirë në shoqëri, pjesëtar më të mirë në komunitet ku jetojmë. Po ashtu Ramazani është muaj i faljes. Falim të tjerët, kërkojmë falje dhe afrohemi me njëri tjetrin. Zemra që fal është zemër e pastër dhe edukuar shpirtërisht. Nuk ka adhurim më të bukur se sa të hymë në Ramazan me zemër të pastër dhe pa mlef ndaj askujt. Mesazhi më i madh i Ramazanit është ndryshimi është i mundur. Nëse mund të jemi më të mirë për 30 ditë, atëherë ne mund të përpiqemi të jemi më të mirë edhe pas Ramazanit. Fitoria e vërtet nuk është vetëm mbyllja e Ramazanit, por të vazhdojmë me frymën e tij edhe gjatë gjithë vitit. E lutim Allahun xhaleshanuhu që Ramazani të jetë për ne edukim i zemrave, pastrim i shpirtrave dhe forcim i besimit tonë. Allahu na bëft prej atyre që përfitojmë nga mëshira dhe mësimet e Ramazanit dhe ato t'i zbatojmë në jetën tonë të përditshme.